Anglia U21 është kampione e Europianit 2025. Tre luanët e drejtuar nga trajneri Karsley mposhtën Gjermaninë U21 me rezultatin 3-2 në finalen e madhe të zhvilluar në Bratislav. Koha e rregullt u mbyll në barazim 2-2, teksa në shtesë festuan tre luanët. Anglezët kaluan në avantazh të dyfisht fal goleve të Elliot dhe Hutchinson në minutat 6 dhe 25, ndërkohë që pancerat nuk u dorëzuan duke rikthyer baraspeshëm fal golit të shqiptarit Viper në minutën e 45 dhe Nebel në minutën e 61. Për golin që do t'i dhuronte triumfin anglisë U21 mendoi sulmuesi i Marseilles Rowe, i cili në minutën e 92 shënoi golin për 3-2. Ndërkohë pjesa e mbetur e shtesës nuk prodhoi më gola, një triumf më së i merituar ky i anglezëve.